Protestat si këto të studentëve serb ja kanë dridhur pushtetin Aleksandar Vučić. E një që u paralajmërua për 15 mars, po pretendohet se mund t'ja jap të poshtën e fundit atij. Të rinj serb po pretendojnë se të shtunën do të mblidhen në Beograd në tubimin më të madh të mbajtur ndonjëherë këtu kundër qeverisjes korruptive. Për këtë, apeluan që të kenë mbështetje gjithpopullore nga krejt vendi i tyre. Çdo transparent në dritare, çdo poster në dyqan, secila porosi në automobil, këto janë shkëndija që ndezin flakën e unitetit. Mendojeni Serbinë se një lum që rrjedh drejt një caku, le të bëhet çdo qytet, çdo fshat, e çdo rrugë një prosk që derdh ujin e saj në këtë lum. Le ta dinë të gjithë. Më 15 mars, Serbia është në Beograd, thuhet në apelin e studentëve që u bë publik të hënën. Pjesëmarrës të protestave të deri tashme kanë thënë se do të jenë në Beograd të shtunën. Ne po bëhemi gati për 15 mars dhe presim mbështetje në numra të mëdhenj nga qytetarët që të jenë me studentët. Pres t'i japim fund asaj që nuk e kemi kryer që një kohë të gjatë. Unë jam këtu për t'i mbështetur studentët dhe të ardhmen tonë, do t'i mbështes sërish. Apeli i studentëve për mbështetje masive nga qytetarët e ka friksuar presidentin Aleksandar Vučić. Ky, të hënën, mori pjesë në mbledhjen e qeverisë, ku siç u tha, protesta 15 marsit ishte temë bosht dhe se për të do të merren të gjitha masat që truhet paqja e stabiliteti.